Një muaj pasi u dorëzua në policinë e Tiranës dosja penale në ngarkim të avokatit Radovan Xhela ka kaluar për gjykim. Ai rezulton i përfshirë në hetimet për fashikullin gjyqësor i njohur si Toyota Yaris, ku pjesë e saj janë ish kryeprokurori i Vlorës Aurel Zarka, ish oficeri e BK-s Erliona Daupaj, si dhe Astrid Vladi. Dy të fundit vijojnë ende në kërkim. Mbrojtja bori kërkesë për gjykim të shkurtuar, që do të thotë pranimin e gjykimit me aktet e sjella deri më tani nga SPAK, teksa një vendim mbi këtë kërkesë pritet të merret në 12 maj. Radovan Xhelës rëndon akuza e korrupsionit dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Nga aktet e marrë në Sky ICC, avokati dyshohet se ka ofruar përfitime të paligjshme për të ndikuar me vendimarrjen e funksionarëve të drejtësisë. Në total janë 8 episode ku akuzohet ndërhyrja në bashkëpunim të anëtarëve të grupit kriminal. Duke qenë se Astrid Vladi dhe Erliona Daupaj vijojnë të jenë në kërkim, çështja ndaj tyre ka kaluar në pezullim. Sa i përket kryeprokurorit të Vlorës, SPAK pak ditë më parë kërkoi dënimin e tij me 4.6 vite burg, por që nëse miratohet nga GJKK, pretenca do t'i zbresë 1/3 e masës për shkak të gjykimit të shkurtuar.